tek brezat më të ri, kam pasur shumë pak kohë sa më ka mjaftuar të mësoj shumë prej tij, që çdo vërejtje dhe çdo korrigim në mbaj vath në vesh. Kam qenë shumë e fat sepse sa kam ardhur në teatr, maestro më ka besuar role dhe është kënaqësi shumë e madhe. E kam ndjekur edhe kur kam qenë e vogël në shkollë baleti, kam marr pjesë këtu në veprat që ai bënte, si liçeni Mjelmave Bajadera, kemi qenë vajza plotësuese atëherë. Dhe që atëherë kam ndjekur mes, edhe që kur kemi pas bërë konkurse në shkolla apo koncerte ndryshme, vinte ai, sepse ishte i dashur me të gjithë brezat, siç e thash, me të veçlit dhe me të rriturit. Ky homazh për Agrona Liajn, 2 vjet pas vdekjes, vjen nga Ledja Sulaj dhe Julin Dervishi. Ledja ishte e zgjedhura e koreografit në këto vitet e fundit. Ai besoi role të para në pjesët e veta, Delina, Plaga e Djetë e Gjergje Lezalis dhe në pjesë botërore si Giselle. Kjo pjesë në fakt na ka frymëzuar që para 2 vitesh teksa maestro Agrone nuk u ndodh më mes nesh. Mundësia reale na u dha tani për të vënë në skenë. Muzika është përzgjedhur që para 2 vitesh dhe mund të them vetëm me nota pianoje, ku ishte vegla e tij muzikore pianoje dhe sa herë ne ushtroheshim ai binte edhe pianos për ne. Ky është një krijim tërësisht i ri për një duo baleti neoklasik. Balerinët kanë improvizuar një klas baleti me praninë e imagjinuar të koreografit. Unë mendoj që ai do na kishte thënë që vazhdoni zhvilloni dhe më tej, sepse ai merrte diçka si frymëzim dhe atë e shtjellonte, e bënte vepër arte. Kështu që këtë duet besoj se ai do të thoshte vazhdoni shtjelloni më tepër. Unë kam dhe një mendim në fakt nëse do jepet mundësia të zhvillohet dhe më tepër ta bëjmë një vepër të plotë, sepse ai ka punuar shumë vite, ka shumë material rreth maestros. Dueti është pjesë e spektaklit që Teatri i Operës dhe Baletit e ka prodhuar për ta shfaqur vetëm në një natë. Balerinë të rinj, pjesë të trupës kombëtare ose jo, janë ftuar të prezantojnë idetë e tyre si pjesë të lira koreografike. Fabula e pjesës time është marrë nga realiteti që ne jetojmë. Janë 5 çifte që të gjithë tregojnë dashuritë e tyre në forma të ndryshme, në mënyra të ndryshme. Dikush me dhunë, dikush me puthje, dikush me një person me aftësi të kufizuara, dikush me ndjesitë e lëkurës, e reaksionin kimik që kanë me njëri tjetrin. Dhe në fund fare është ajo që neve kemi ardhur në jetë. Pra, ne kemi ardhur për një mision në jetë, që ne të lindim një krijesë. Është gjëja më e bukur që mund ndodhi. Kështu që krijesën e lindon. I quajturi Koreolabos ose laboratori i koreografisë nxit të rinjt në këtë fushë në një kohë kur trupa kombëtare pas ndarjes nga jeta të mjeshtrit Aliaj mendohej pa pasardhës. Janë pjesë të lira të kompozuara nga ne, të krijuara nga ne, me regji nga ne, të zgjedhur muzikën po nga vetë ne, kështu që është një gjë e bukur kur ti bën një gjë tënde. Kjo është një gjë e jote. 6 idetë koreografike të stilit neoklasik dhe modern kapen në tema të realitetit aktual. Këta janë të parët e Koreolabosit, e ndoshta prej këtej do të dalë një pjesë modeste koreografike për një rivënie të vërtetë dhe të plotë në këtë skenë.